Gazeta gjermane Bild shkruan se miliona njerëzve të lindur pas luftës së dytë botërore, të cilët tani gjenden para pensionimit, u kërcënohet varfëria për shkak të kostove të banimit. Sipas një studimi të Institutit Pestel, të porositur nga sindikata IG-Bau, rreth 5.1 milion njerëz që pritet të dalin së shpejti në pension, marrin më pak se 800 euro pension në muaj, pas zbritjes së qiras, nuk mbetet pothuajse asgjë për të jetuar. Mes të anketuarve nga Gazeta Bild është edhe kosovari Avdi Kafexholli. Ai është 64 vjeçar dhe punon si teknik i mirëmbajtjes në një zinxhir të ushqimit të shpejtë. Unë dal në pension pas 3 vjetësh dhe atëherë nuk do të mund ta përballoj më jetën në München. Paguaj 1270 euro qira për banesën time 68 metra katror në München Parsing. Kjo është rreth 55% e rrogës time aktuale. Gruaja ime nuk ka punuar, e si mund të punonte ajo, u kujdes për 4 fëmijët tanë. Unë llogaris rreth 900 euro pension, tha Kafexholli. Atyre të dyve u duen 2300 euro për të jetuar. Nuk dua të shkoj në zyrën e ndihmës sociale, prandaj do ta lë Gjermaninë. Avdiu sipas Bild erdhi nga Kosova para gati 30 vjetësh dhe atje dëshiron të kthehet si pensionist. Gjithmonë kam qenë i kënaqur me Gjermaninë. Këtu për ne çdo gjë ka shkuar shkëlqyeshëm. Para luftës, ai ka punuar për 6 vjet si mësues i shkollës fillore. Kam frikë se nga ajo kohë nuk do të marr fare pension, edhe nëse po, nuk do të mjaftonte as pak për të jetuar.